Venko Filipçe dhe udhëheqja e LSDM-s të verbuar nga dëshira për pushtet dhe për shkak të pamundësisë për të arritur atë, janë arrestuar me vendosshmëri në anën e Sofjes së Zyrtare. Këtë e ka deklaruar Brane Petrushevski, deputet nga radhët e VMRO-s. Sipas tij, krerët e LSDM-s duket se nuk e kuptojnë se pikërisht mbajtja e kësaj ane dhe srevilizmi ndaj udhëheqjes së Sofjes është shkaku i fundosjes së tyre. Dalje možno nekoj. A është mundur që dikush të jeti përgatitur të shes gjithçka që zotëron gjithçka maqedonase? A është mundur që dikush të pranoj pa kushte diktatet nga Sofja Zyrtare për të përfshirë bullgarët në kushtetut, duke e ditur se kërkesat nuk ndalen këtu? Po, është e mundur dhe këtë e dëshmojmë çdo ditë. E shohim Filipçen duke i shërbyer Sofja Zyrtare, i cili sillet si një përfaqësues special i politikës bullgare në Maqedoni. Sipas Petrushevskit, qëndrimi servil i Filipçes ndaj Bullgarisë po i kthehet çdo ditë si bumerang. Ai ka thënë se ndryshe nga Filipçe dhe udhëheqja e LSDM-s, VMRO-DPMN qartësisht e vendos shtetin mbi të gjitha. Qartësisht punojnë për të mirën e çdo qytetari në Maqedoni. VMRO-DPMN qartësisht po ndërmerr hapa drejt përmbushjes së vlerave europiane, përdorimit të tyre të përditshëm, deklaroi Petrushevski.